Përshëndetje, në këtë video do të flasim se si të plotësojmë modulin Keywords me fjalë kyçe për mënyrën se si kërkon dikush brenda platformës panelit online. Pra, jemi këtu, ky është profili dhe butoni Keywords është ky butoni këtu. Po ta klikojmë, si e shikoni rasti konkret, ky është bosh. Dhe këtu thot na lejon deri në 255 karaktere me presjet dhe me hapësirat bosh. Kjo vlen vetëm kur dikush kërkon brenda platformës së panelit online. Po themi klikon dikush këtu te bizneset, edhe shkruan këtu, po themi online. Dhe shife, dalin disa biznese që kanë fjalën online. Nëse themi shtëpi, do dalin bizneset të tjera. Nëse shkruajmë për shembull parket, shqipe, dalin vetëm 3 biznese, sepse vetëm këto 3 biznese i kanë fjalën parket. Kështu që është e rëndësishme që te ky, pra klikojmë te panel, te ky moduli këtu të gjejmë fjalët e duhura për mënyrën se si mund të kërkojë dikush brenda panelit online. Sepse ndoshta emri i biznesit nuk përshtatet fare me atë që ju ofroni, po them. Dhe kjo jep mundësi që biznesi të ketë më tepër fjalë. Dhe promptin e kemi gati, thot më gjenero fjalë kyçe për këtë biznes, për kërkimet brenda platformës panelit online deri në 255 karaktere, bashkë me presje dhe hapësirat bosh. Fjalët të jenë teket, pa përsëritje dhe me presje dhe me hapësira nga njëra tjetra. Kështu që e marr këtë promptin, s'kam nevojë që ta shkruaj emrin, sepse tashmë e di vet çati se për çfarë biznesi po flasim, kështu që thjesht ja dërgoj. Nëse duam, ja shkruajmë dhe emrin, po që është ok. Tani, ky na ka sugjeruar ca, por ne duhet t'i marrim ti përpunojmë. Përpunimi është i tillë: catering, feed, dieta, ushqim, health, vakte, menu, bufe, evente, post chef, deliver, sallata, smooth, fresh, premium, regjime, ushqimore, korporata, private, party, dasma. Po thuaj se këto janë ok, kështu që e bëjmë copy, vetëm shohim pak tek sasia, ana lejon, dhe do bëjmë dhe një provë. Për shembull, kjo ka akoma hapësirë që mund ta shkruajmë. Pra 212 karaktere, pra kanë mund të shkruajmë akoma dhe disa fjalë të tjera. Për shembull, emrin e biznesit nuk e kemi shkruar këtu. Pra, edhe pse ky ka të njëjtin emër, nëse nuk është këtu emri i shkruar, po ta kërkosh me emër nuk del. Kështu që të parën gjë që do të shkruani emrin e biznesit tuaj. Dhe në moment që kemi vendosur këto, thjesht klikojmë këtu ku thotë ruaj ndryshimin. Nëse duam të ndryshojmë, klikojmë këtu dhe na del përsëri të gjitha. Këto i shkruajnë gjitha me fjalë me gërma të vogla, emrat mund të shkruani edhe me gërmë të mëdha. Ruaj ndryshimin dhe dalim edhe një herë te bizneset dhe për kuriozitet përshkruaj fjalën korporata që e kishim te ky biznes. Dhe siç e shikoni, vetëm ky biznes del, sepse vetëm ky e ka fjalën korporata. Okej? Pra kjo vlen vetëm për kërkimin brenda platformës panelit online. Shihemi tek video tjetër që kemi këtë modulin këtu që thotë sociale.